إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet tona ja dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu Jalla wa Ala në Kur'an: Radiyallahu anhum wa radu an. Allahu ishte i kënaqur me ata dhe ata ishin të kënaqur me atë. Kush janë këta vëllezër të nderuar që Allahu ishte i kënaqur me ata? Mirë po edhe ata ishin të kënaqur me Allahun xhelalu ala. Ata janë sahabët vëllezër të nderuar. Janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Janë njerëzit, gjenerata dhe brezi më i mirë pas pejgamberëve të Allahut. Dhe njerëzit më të mirë dhe më të zgjedhur që Allahu subhanahu wa ta'ala i përzgjodhi që ta shoqërojnë dhe ta ndihmojnë dhe ta respektojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra këta janë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhalla wa ala këta burra dhe cilësitë e tyre i ka përmend në shumë ajete kuranore. Ne do i veçojmë vetëm disa prej tyre, po njashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend në shumë hadithe dhe i ka lavdëruar këta burra dhe e ka lavdëruar rrugën e tyre që kanë përkrahur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar alladhina ittaba'uuhum bi-ihsan." Dhe Allah është i kënaqur edhe me ata të hershmit, prej të parëve, prej muhajirëve, muslimanëve të Mekës dhe ansarëve, ndihmtarëve muslimanëve të Medinës, të cilët e pasuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me të mirë. Shikoj çfarë thot Allahu në vazhdim: Radiyallahu anhum wa radu an. Çfarë pozitë, çfarë lere. Allahu ishte i kënaqur me ata. Dhe ata ishin të kënaqur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allahu për këta sahab, për këta burra, ka përgatit xhenete nën të cilat rrjedhin lumej. Khalidin fiha abada. Në këto xhenete dhe në këto pushtete që Allah ka përgatit për ta që ka syni s'ka po, veshi s'ka ndëgju, dhe as mendja s'ka mund me imagjinu. Ata kanë me kohën ato për gjithmonë.
wa dhalika al-fawz al-azim. Dhe pa dyshim që kjo është një fitore e madhe. Pra kjo ajet ka zbrit nga Allahu Gjelle Gjelale për t'i lavdëruar sahabët e cilët kanë qëndru pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilët e kanë respektuar dhe e kanë dashur më shumë se sa vetveten e tyre, dhe i kanë dhënë përparësi më shumë se sa vetes e tyre, nga se kanë kuptuar se është i dërguar i Allahut dhe kanë qenë të bindur në të, dhe kanë qenë prej atyre që kanë pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili është mbi arshin e tij, ashtu siç i përshtatet madhështisë e tij, i ka lavdëruar sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thonë Allahu Jelle wa Ala, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, thot ata të cilët i besuan atij, pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu wa nasaruhu, dhe të cilët e respektuan atë dhe ndihmuan atë, pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'u nura alladhi unzila ma'ah, dhe të cilët e pasuan dhe praktikuan dritën e cila ju ka zbrit atyre, pra Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun. Thot Allahu, këta janë ata të shpëtuarit. Pra në ajetin paraprak që e ndëgjuat, Allahu po thot wa dhalika al-fawzul azim. Dhe me të vërtetë është fitore e madhe. Ndërsa këtu Allahu po thot dhe këta janë ata të shpëtuarit. Pra ata të cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e respektojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe e zbatojnë dhe punojnë me atë me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajetet në këtë tematikë janë të shumta. Gjithashtu vëllezër të nderuar, nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi dhe transmetimin e Imran ibn Husajnit, i cili thot, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thot brezi, gjenerata më e mire është gjenerata ime, thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Gjithashtu në një hadith tjetër që gjendet në Sahih Muslim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shpyet se kush janë njerëzit më të mirë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, qarni, tha gjenerata ime, thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre që janë si tabi'inët apo tabi'inët. Pra vëllezër të nderuar, thot Imam Neveviu rahimahullah, një prej dietarëve të mëdhenj të Islamit, thot jenë pajtu të gjithë dietarët e umetit, pra të gjithë dietarët e muslimanëve, se njerëzit më të mirë të umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë sahabët. Pra janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot, janë nda jahudit 71 grupe, kulluha finar, të gjitha janë në zjarr, përveç një grupi ka qenë i shpëtuar. Kush kanë qenë ata? Thot pasues të Musës alayhis salam. Pra musliman kohën e Musës alayhis salam. Pastaj thot janë nda krishterët 72 grupe, kulluha finar, të gjitha janë në zjarr përveç një grupi të shpëtuar. Kush janë ata? Pasues të Isës alayhis salam. Pra musliman në kohën e tij. Ata që e kanë besu, e kanë pasu dhe e kanë përkrahur dhe e kanë punu me atë që ka zbrit nga Injili. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam fund, wa sataftariqu hadhihi al-umma, dhe ka mundo ky umet ila 73 firqa,
thot 73 grupe, 2 ma shumë se jahuditë, 1 ma shumë se krishterët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finar, të gjitha janë e zjarr, illa wahide, përveç një grupi. E pyetën shokët e tij sahabët, thanë ja Resulallah, men hum, kush janë ata të shpëtuarit? Po kush janë ata që janë në xhenet? Ju interesoj ke grupi shpëtuar. Ndoshta ne me pas kanë gjallë në kohë pejgamberit ai sa kishu me pyet kush janë ato grupe. Na kishin interesuar më shumë halli i tjetrit. Amo sahabët ju interesoj çysh me shpëtu veten dhe çysh me shpëtu të tjerët. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma ana alayhi al-yawma wa ashabi", thot në atë që gjindem sot unë dhe shokët e mi. Pra, shokët e mi, sahabët, në atë që gjindet pejgamberi alayhi salam, në Kur'anin që Allah ja ka zbrit, në hadithet të cilat i ka fol, dhe i ka tregu dhe rrugën të cilën e ka lënë. Për këtë rrugë ne e lutum Allahun çdo reshati ihdina siratal mustaqim, o zana në rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre që i ke begatuar me të mira. Këtu hin pejgamberët e Allahut, hin sahabët, hin njerëzit e mirë dhe shahidat e kështu me radhë. Wa hasuna ulaika rafiqa, dhe sa shoqëri e mirë janë ata. Dhe gjithashtu e lusëm Allahun ghayril maghdubi alehim, dhe mos na shpije, mos na uzon në rrugën e atyre që je zemru me ta të cilët janë çifutet. Wala dalin, e as në rrugën e atyre që kanë humbur veten e që janë të krishterët, Allahu na ruaj. Prandaj vëllezër të nderuar, rruga në të cilën kanë qenë sahabët shokët e pejgamberit alayhis salam është rruga e pejgamberit Allahut. E rruga që ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rruga që ka vendosur Allahu xhalla xhelale. Pra Allahu subhanahu wa taala ja ka vendosur këtë rrugë dhe këtë fe dhe këtë islam. Dhe Allahu xhalla xhelale ka dërguar melek Xhibrilin alayhis salam për t'ia treguar rrugën që e don Allahu. Prandaj kushdo që hyn në këtë rrugë është i shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe kushdo që nuk e pason këtë rrugë, do jetë i devijuar dhe i humbur dhe i shkatruar në këtë botë dhe në botën tjetër. Pejgamberi alayhis salam këtë rrugë quajti firqatun najia, pra rruga e grupit të shpëtuar. Ndërsa në hadithin tjetër e quajti taifatul mansura, pra pala ndihmuar. E që ka lajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do vazhdo deri në kiamet. Pra kurs komunal, sa do që grumbullohen armisht e tyre dhe armisht e islamit, sa do që mundohen me i loftu, sa do që mundohen me i poshtru, sa do që mundohen me i etiketu e kështu me radhë, ata do vazhdojnë duke ecë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra duke ndjek dhe duke pasu rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e lusëm Allahun azza wa jall që të jemi prej tyre. Pra këta sahabë vëllezër të nderuar, nëse ndalesh të disa prej tyre, vallahi e shef vëllezër të nderuar se nuk kemë gjetë në gjajshëm historitë njerëzimit jashtë pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, se si Allahu xhalla wa ala i ka ndëruar këta burra. Shembull, merë në rastin kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kodrën e Uhudit. Me të ka qenë edhe Abu Bekri, ka qenë edhe Omeri dhe Uthmani, një transmetim ka qenë edhe Aliu radhiyallahu anhu. Dhe kodra e Uhudit ka filluar mu dridh. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Uthbut ya Uhud", ka thotë qendra o Uhud, i ka fol kodrës. Kodra ka filluar mu dridh. Pse? Nga përmallimi dhe nga molli kur e ka ditë se kur gjendet mbi te. Po për këta sahab kodra u dridh. Për gëzimit kush ka hyrë mbi te. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Ihtazza arshur rahmani li mauti Sa'd ibn Mu'adh." Thot është dridh arshi i Allahut. Arshi para me është dridh. Thot për vdekjen e Sa'd ibn Mu'adhit. Një sahabi i cili 6 vjet i ka posë në islam.
Po arshi Allah subhanahu wa taala me laçet gjithashtu që e bartin arshin janë drizë bashku me arshin për vdekjen e këtij burri. Gjithashtu vëllezër të nderuar, thot pejgamberi alayhis salam për xhenetin. Thot është përmallu për 3 vjet, ani transmetim për 4. Subhanallahu, xheneti për sa përmalluhet. Ata që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith janë Aliu radhiyallahu anhu. U përmallu xheneti për Aliu, sa i madh xheneti. Vetëm shkupi ka në hadith pejgamberit alayhis salam që e vendos xhenetliu në xhenet, Allah na mëson se khairun min ad-dunya wa ma fiha. Është më mirë që ai vend se krejt dynja që ka mbretën ato. Ndërsa në transmetim tjetër ka ardhur Tuba është një pemë xhenet. Thot 100 vjet s'mundet me kalu xhenetliu. Veç një prej pemëve. Subhanallah, sa i madh xheneti Allah na vë banorëve të tij. Dhe subhanallah, xheneti përmallohet për Aliun radhiyallahu anhu. Xheneti përmallohet për Selmanin radhiyallahu anhu. Xheneti përmallohet për Miqdadin radhiyallahu anhu. Dhe xheneti, vëllezër të nderuar, përmallohet edhe për Amarin e birin Jasirit. Ta shokët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xheneti përmallohet për ta. Shikoni domethënë se çfarë njerëzin kanë këta. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala disa prej tyre apo një prej tyre ka përmend drejt për drejt me emrin Kur'an. Falamma qada Zaidun watara. Zaidi është përmend Kur'an me emrin. Ndërsa në mënyrën direkt është përmend Abu Bekri dhe janë përmend sahabët e gjithë se Allah është i kënaqur me ta. Abu Bekri zbashku me pejgamberin alayhis salam kur armiqët kishin shku të shpella, friksohet Abu Bekri jo për veten e tij, po për pejgamberin alayhis salam. Atëherë pejgamberi alayhis salam çesën dhe i thot: "Ja Abu Bekr, thot Abu Bekr, ma bike bithnaini Allahu thalithuhuma." Çka mendo për 2 i treti i tyre është Allah. Allah zbret qetësim mbi ata. Dhe largohen armiqtë dhe i ruan Allahu xhelalu ala. Subhanallah, këta burra me imanin e tyre, me punët e tyre, veprat e tyre, sinqeritetin e tyre, njetin e mirë të tyre, me që islamin lindjen përëndim, Allahu subhanahu wa ta'ala i boni që me i dosh të burra është prej fesë dhe me i rrit këta burra, Allahu në rushtur është prej shajav të munafiqav, edhe si që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në një hadith, la yuhibbuhum illa mu'min, ka nuk i dënë përveç se besimtarit dhe nuk i urejnë përveç se munafikut, dhe aj që i dënë sahabet Allah e dënë ato, dhe aj që i urejnë ata Allah e urejnë ato, është bo fejt dashnia ndaj tyre. Dhe na me shija të rafidit dervisht jena domethënë në përplasje me ta për arsye se ata na i kanë ngutë sahabet shokët e pejgamberit alayhis salam, na i kanë ofenduar shokët e pejgamberit alayhis salam. Dhe aja pika ndorë se mes neve dhe ty një është që ata kanë deviju të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa na i dojnë a shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelalu ala ka përmend Kur'an se yjet janë siguri e qiellit. Po në momentin që yjet bin kiameti veç ndodh. Wa idha an-nujumu ndatharat, edhe kur yjet bin shkputen, kiameti vjen. E sahabët e pejgamberit alayhis salam janë sikur se yjet. Pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj e juni është me marë ku kanë marë ata dhe me ndjek rrugën që i kanë ndjek ata. Nga se vëllezër të nderuar, aja akidja, pra lëmia më e rëndësishme që duhet t'i kushtohen si besimtari, fjala akide do të thënë lidhje dhe shtrëngim. Pse është thujt lidhje dhe shtrëngim? Se ke lidh një diçka në zemër e ke shtrënguar dhe ke besu qashtu. Pra, nuk është i shëndur që ke akide, që ke besim, nëse nuk e lidh besimin që kanë besu që ta sabët. Nga se të gjithë dojnë ana po këthejmë të Kurani Suneti. Shpesh herë na u drejtohet pyetje, po bre dhe ai hoxha dhe ky ai po flet Kurani Sunet. Shumë është e vërtetë. Gjithë thirrin Kurani Sunet.
Mirë po qitë Kur'an edhe këtë sunet do të me këthy qysh e kanë besu qëta sahabët. Pra sahabët janë pëshure, thotë Allahu në ajetin 137 të surës El-Bekare, fe in amenu bimithli ma amentum bihi faqad ihtadaw. Nëse ata që vinë pas jush besojnë qysh besoni ju, kanë me konë të udhëzuar. Wa in tawallaw, nëse ja kthejnë shpinën fe innama hum fi shiqaq, kanë me konë për qarje dhe në kundërthonje. Kush janë ata që vinë pas juve? Pra çdo kush që vjen pas sahabëve, nëse beson dhe ndjek rrugën qysh e kanë ndjek sahabët shokët e pejgamberit alayhis salam, do jenë të udhëzuar. E nëse nuk e ndjekin këtë rrugë, atëherë kanë me konë kundërthonje, fe se yekfikahumullah, dhe thot Allahu ju mjafton atyre. Është interesant, vëllezër të nderuar, kur e kanë mbyt Othmanin radhiyallahu anhu, një prej khalifeve të muslimanëve që ka orë pas Omerit radhiyallahu anhu, i përgëzuar me xhenet. Një natë para se me ro shahid Othmani radhiyallahu anhu, ka pa onër pejgamberin alayhis salam, Ebu Bekrin dhe Omerin qunë syfir se iftar kime orë me hongër tek ne. Dhe në sabojnë asoj natë është mbyt. Dhe kër e kanë mbyt munafikat, Allahu na rujt pej tyre dhe sherrit e tyre, pika e gjakut të Othmanit karon qita jetë. Kita jetë karon pika e gjakut. Pra fejna me nubi mitli ma amentum bihi faqad ihtadaw. Nëse ata besojnë qysh besoni, ashtu siç besoni ju, do jenë të udhëzuar. Amo nëse ja kthejnë shpinën kësaj, kanë me konë të përqarë. Allah ka mjaftu atyre, thot Hasan el-Basri rahimahullah, të gjithë ata që kanë morë pjesë në vrasjen e Othmanit radhiyallahu anhu, asë një drejt kiblës nuk ka vdek. Krejt me ftyra të tërka. Lindje perëndim, Allahu na ruaj për përfundimit të keq. Asë një drejt kiblës nuk ka vdek. Prandaj, thot Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma, men kana mustannan falyastanna biman qad mat. Thot kush do me ndjek dikan, me pasu dikan, leti paso, leti ndjek ata që kanë vdek. E ka për qëllim, ulaika ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot ata janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, njerëzit më të mirë, nuk njihen njerëz më të mirë se sa sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as pejgamberëve. Prandaj me falendëru Allahun xhelalu i cili na ka bëu mi njoft ta burra. Edhe me u mundu me i pasu ata dhe me i ndjek ata, dhe me morë prej asaj ku kanë morë ata, prej dijes se hadithe dhe të Koranit, dhe me i njoft ta burra, vëllezër të nderuar, nga se sot fatkeqësia dhe rreziku më i madh që po bëhet muslimanëve është me morë modele ata që s'janë musliman. Prej artistave, prej komunistave, prej lloj njerëzit të cilët kanë orën këtë dynja, hanë dhe pinë për të mirë, ata Allahota nuk e njohin krijuesin e tyre. Përkundrazi bile dhe luftojnë ato. Prandaj shembulli jon do të jenë pejgamberi alayhis salam dhe të jenë sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ta mësojnë në veten tonë dhe t'ja mësojnë në familjen tonë dhe vladëve tonë se këta do të me i dashtë dhe këta do të me i pasu dhe me lutë Allahun me narin gjallë në botën tjetër së bashku me ta. E lusë Allahun azza wa jall që mu dhe juve Allah na mundson murin gjallë së bashku me pejgamberët e Allahut dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e sahabët. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, secili besimtar e ka për detyrë dhe obligim që çdo çështje të besimit të tij me kthyn Kur'an dhe Sunet. Kjo e para, e dyta, këtë besim, këtë akide, këtë bindje që e beson, patjetër duhet me kthyje që kanë besu sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta për të cilët i ndëgjuat ajetet radhiyallahu anhu wa radu an, Allah ishte i kënaqur me ata dhe ata ishin të kënaqur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe treta, vëllezër të nderuar, të mos jep përparësi logjikës së tij dhe rrethonave në të cilët ai gjendet,
para teksteve, para fjalëve të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalëve të sahabëve, të cilët disa prej tyre sikurse Ibn Abbas radhiyallahu anhuma u shlut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Allah, japi kuptim të fesë dhe mësoja komentin e Kur'anit. Pra kur ka fol dhe kur e ka komentu librin e Allahut subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall i ka dhënë sukses dhe ja ka mundsu me qellu ato që Allahu ka dashur në jetët e Kur'anit dhe në ato që i ka komentu pe hadithut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i don sahabët dhe ne do t'i dojmë ata. Dhe shej e asoj që Allahu me na dosh neve, është se me i dosh shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama jo me i dosh vetëm me zemrën, ka se kjo është obligim, patjetër do të me i dosh, po me dosh edhe me një biografinë e tyre, me njoft jetën e tyre, me njoft rrugën e tyre, me shiku ka kanec ata që të ecëm edhe ne. Në mënyrë që në botën tjetër të jemi së bashku me ta. Shikon e jetë e kësaj botë sa shpejt po kalon. Dy rrugë janë, ose mund gjallë me sahabet, ose mund gjallë Allahu na rujt me shijat, ose me Abu Xhelin, ose me Abu Lehebin, armiqtë e sahabëve. Prandaj e lusë Allahun azza wa jall që Allahu na mundson mu gjallë me sahabet. E lusë Allahun azza wa jall që Allahu na mundson mu taku në xhenet me Abu Bekrin, me Umerin, me Uthmanin dhe Aliun, me 10 përzuajt për xhenet. Dhe me gjithë sahabët të cilët Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur dhe të cilët kanë besu dhe e kanë pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë vdek duke pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për me fol për sahabët nuk mjafton një hutbë sikur se kjo, mirë po libra të shkruara me vëllime vetëm për një sahabë që për Abu Bekrin, Umerin, Uthmanin. E lusë Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall na bën për xhenetlive dhe na mundson me jetu në rrugën e sahabëve në këtë dynja. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.